Kur një pacient shton peshë dhe përgjithsisht ai që quhet dhjami visceral apo në pjesën e barkut, ai nuk është thjesht dhjam që ka thjesht një pjesë thjesht si qëndrim fizik që është ajo pamja jo shumë e këndshme, por dhjami i barkut apo dhjami visceral shërben tashmë dhe si një organ më vete që prodhon substanca inflamatore, substanca hormonale që ndikojnë në rritjen e insulinorezistencës. Pra trupi jon prodhon insulin, por trupi nuk i përgjigjet kësaj insuline dhe kur prishet kjo balanca që pankreasi prodhon insulin, trupi bën rezistencë dhe vjen një moment që pankreasi lodhet, kjo pastaj mund të çojë në diabet. Pra, nuk janë e njëjta gjë, por tashmë trajtohen pak a shumë si njëjta sëmundje, sepse përgjithsisht pacientët me diabet 80-90% e rasteve janë mbi peshë, por ka dhe pacientë që janë me diabet dhe janë normë peshë, sepse mund të lidhet me faktor të tjerë siç është faktori gjenetik apo edhe lloje të tjera të diabetit, po tani dhe trajtimi bëhet bashkarisht, edhe në rekomandimet e fundit të shoqatës amerikane, ruajtja e peshës, mbajtja e peshës, reduktimi i peshës është si një ndër shtyllat e terapisë diabetit.